tani që kemi edhe kryetarin e ri të Partisë Demokratike të Kosovës, Betri Hamzën, i cili mbasi u zgjodh dhe pasoi Memli Krasniqin, foli për zimin e vijave të kuqe që kishte kjo parti. E përshëndeti një ditë më përpara dhe Albin Kurti dhe vetëvendosja zgjedhjen e tij. A shikon një dyshe të re të ardhshme në një politik Betri Hamza, Albin Kurti, apo është herët për të folur? Absolutisht. Unë kam tekstuar që nga fillimi që ky rezultati i kaluar ka qenë rezultat pat i shahut dhe vetmja zgjidhje ka mbetur të bëhet një koalicion i madh mes Lëvizjes dhe Vendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Unë besoj që edhe pas zgjedhjeve të ardhshme rezultati nuk do të jetë shumë ndryshe. Prapë do të jetë e domosdoshme kjo gjë. Dhe kjo bëhet shumë e nevojshme edhe për arsye të tjera, jo vetëm për çështjet elektorale dhe numrash. Bëhet sepse jemi në një situatë shumë të dinamike gjeopolitike, në cilën vendimet për Kosovën dhe për rajonin mund të jenë edhe të rënda edhe të vështira. Prandaj do duhet një shumicë bukur e theksuar në parlamentin e ardhshëm, një shumicë e cila nuk trandet letë. Dhe binomi VV-PDK do të mund të administronin një situatë të tillë gjeopolitike.